Од денес, 17 ноември до 20 декември годинава, студентите ќе можат да аплицираат за ваучер во вредност од 15.300 денари за да купат електронска опрема. Министерството за дигитална трансформација го распиша јавниот повик, на кој право на аплицирање имаат 55.000 редовни и вонредни студенти, изјави за ТВ21 портпаролката на владата Венера Азизи. Shumë e përgjithshme është 15.300 denar. Dua që në fillim të theksoj se të gjithë studentët duhet të kyçen në sistemin e e-shërbimeve në webfaqen uslugi.gov.mk dhe aty qëndron edhe linku thirrje publike për pajisjen me vaucher elektronik. Но доколку студентите имаат проблем со апликацијата, Азизи објаснува дека треба да подигнат потврда од универзитетот, па потоа тој документ да го прикачат во системот на e-услуги и да ги следат потребните чекори. Në rast se ju paraqitet problem se nuk janë të regjistruar në evidencën e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, automatikisht vetë sistemi I alarmon se nuk kanë një evidencë të tillë, nuk janë në fakt në një evidencë të tillë të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe menjëherë ju jepet një link tjetër, I drejton në një aplikim tjetër, një lloj qëndron thirrja, emri I thirrjes, vetëm qëndron në plus edhe formulimi që nuk janë në evidencën e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Dhe aty duhet të ngarkojë në fakt një dokument, një vërtetim se janë student të rregullt apo student me korrespondencë, të cilin vërtetim e marrin nga institucioni ku ata studiojnë. Веднаш по објавувањето на повикот аплицирале околу 1000 студенти. Опремата купена со ваучерот треба да се подигне најдосна до крајот на оваа година, односно до 31 декември.